Banorët e Lurës, Matit dhe Mirditës kanë dalë në protestë për të kundërshtuar zvarritjen dhe ndërprerjen e punimeve në rrugën Përlat-Lurë, një aks jetik për lidhjen e zonës me pjesën tjetër të vendit. Ata bllokuan rrugën dhe kërkuan rifillimin e menjëhershëm të punimeve, duke akuzuar qeverinë dhe firmën ndërtuese për mungesë transparencë dhe neglizhencë. Sipas banorëve, ndonse projekti u financua dhe punimet nisen në vitin 2022, ato janë lënë përgjysmë, duke bërë rrugën të pakalueshme në shumë segmente. Pse keni frikë me protestu për rrugën e kalamajve tuj? Qa është kjo frikë? Keni qef me shkue të Laknuri, të Tepsia? Qa e do frikëna? Po dalin për fëmijët tonë, as për PD, as për PS, as nuk në anirë për këto parti. Fare, po merë një pjesë, sa është trishtim këtë lloj mënyre. Apo keni frikë se do t'ju nxjerrin prej pune, zdo ta merë një 400.000 lekëshin. Një copë rrugë që lidhë dy krahina, që lidhë qarkun e Lezhës dhe të Dibrës, që në vendet e përbaruara janë projekte prioritare, që i zhvillojnë një ndër vishet më të bukura të Shqipërisë Veriore, me liçejt e Lurës, me krojet, me ujvarat, me kullat tona që i dhanë shumë visarit tonë kombëtar. Pra ne jemi këtu t'i kërkojmë qeverisë shqiptare mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Lurën e ka lanë kjo qeveri mazdore. Ka 12 vjetë që kjo rrugë ka nisë më ba dhe është shkatruar përfundimisht. Çdo rrugë është e prishme, nga Lura deri këtu në Përlat është e shkatruar komplet. Edhe traktori e tankun nuk kalon. Prandaj ju lutem qeverisë të marrë masa sa më shpejt dhe të rrugë. Ka mbetur as e rregulluar, e prishme, e shkatruar. Domthon turizmi në Lurë ka qenë e para për të bërë në Lurë. Liçejt e Lurës nuk i ka pas Zvicra, bota, edhe kjo rrugë meti mbrëpambetje dhe shohin gjepat e vetë, shohin punët e veta dhe rruga e populli i mirë ka metur në mes të rrugës. Të nisën se të rregullojmë, e prishin krip, e kanë shkatruar në të mos që s'kalo as një lloj makine. Sot jemi shumë, jemi në të rebeshë shiu, nesër të jemi më shumë bashkë edhe të poshtë na keni. Dëgjoti Bela, dëgjoti Edi, dëgjoni edhe ju tjere që jeni duku kacafyt aktualisht në kuvënd dhe ndoshta edhe opinioni publik është që gjuju dhe jetë na po ne tu lak e tu qumë shik du. Kjo situatë ka vështirësuar jetesën e mirë banorëve, ka penguar zhvillimin e turizmit dhe ka izoluar zonën nga shërbimet bazë. Punimet duhet të kishin përfunduar brenda marsit, por deri më tani nuk është realizuar as gjysma tyre.